Për vitin 2025, buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes në Shqipëri është rreth 52.7 miliard lek, ose e thënë ndryshe, rreth 527 milion euro. Kjo shumë përfaqëson mbi 2% të prodhimit të brendshëm bruto, duke përmbushur objektivin e deritanishëm të NATO-s. Por për të përmbushur objektivin e ri, 5% të prodhimit të brendshëm bruto në mbrojtje, Shqipëria duhet të rrisë shpenzimet më shumë se 2 herë dhe të çojë buxhetin e mbrojtjes 117 miliard lek, ose e thënë ndryshe, 1.17 miliard euro. Për vitin 2025, Ministria e Mbrojtjes ka raportuar se buxheti është rritur me 4.6% në krahasim me një vit më parë, duke nënvizuar se në fokus ka projektet e modernizimit të forcave të armatosura, rritjes së gatishmërisë operacionale dhe një industri ushtarake dinamike. Për këtë të fundit synohet rivitalizimi i ish uzinave ushtarake dhe ngritjen e kapaciteteve në Mjekës, Gramsh dhe Poliçan, përmes krijimit edhe të Agjencisë së Industrisë së Mbrojtjes.